vitet e 80-ta, 90-ta derisa erdhi lufta, kanë më së shumti kanë emigruar shkaku i arsyeve financiare, edhe ka qenë sistemi okupues serb. Po. Një prej tyre që jam edhe une, ma largun babën nga puna, ma largun mu nga puna, ma largun vllaun, motrën, me të mpakur parasit të ardhme. Edhe kështu që u detyru me dal jashtë. Mirë po, mas asaj, erdhi lufta, erdhi liria, erdhën gjitha, po sistemi korruptues, mos hym politikë se kjo është temë tjetër. Sistemi korruptues i udhëheqës shtetit Kosovës e pruni rinin lullet më të bukura të atij vendi për me dalë jashtë Kosovës, si na po folim për mjekët, për motrat medicinale, për teknik, për anesteziolog që është problem me gjetën në Kosovë. Edhe dulen ato lullet bukura të Kosovës dulen jashtë e po shërbejnë për Evropë. Kjo është gjyna prej sistemit çfarë udhëheqësie kemi pas që 26 vite e deri më sot. As këta të fundit nuk kanë bërë diçka më tepër se ata përpara. Sa i përket kthimit në Kosovë, unë jam kthy 2007-2008, 2 vite. Nuk kom dashur, unë kam 3 fëmijë, nuk kom dashur fëmijët e mi më asimilu në Londër. I kom kthy në Kosovë, kom dashur me bëni një restoran, barëm 10-15 vet punësohen aty, edhe fëmijët e mi të mësojnë shkrim, lexim shqip, e mos ta asimilohen në Londër. Dhe çka ndodhi? Sistemi korruptues i udhëheqësisë në komunën Prishtinës në atë kohë nuk ma lejoj unë me bëhe ato që ka deshta me bëhe realizu e timen. 18 vitet punës time, njerëzës time i kom shpenzue në Kosovë. Edhe në fund i qova në loqë gjitha ato mjetë që kom punu në jetën teme. U dasht mi marrë në grunë dhe fëmin edhe më këthy prapë në Londër. Pej 2008-ës kom fillu nga zeroja, prapë. Sot, djali më ka bo 29 vjeç i madhi, vajzja 27 vjetë e kom martu, djali i dytë i vogël 21 vjeç, ku t'i kthejun ata sot? Sigurisht. Pa dhe edhe me ju thonë në ardhë atje me jetu nuk dojnë në ardhën. Se lene më të menojna për mi këthy atje. Shëqër zotet i kanë punë të mirë gjithë, po edhe një dje unë preki shumë nga ato 2 të ndëruarat aty që për nanat, për familje, për prindit, kujdesja e prindit, jo do të me dalin vetë e i lojnë vetë. Na nuk e kemi pas këto tradit. Nuk e kemi pas tradit. Edhe këta në Kosovë po hesin me hapat shpejt. Hala pa po hapat aveç po kësejnë. Unë jam që 30 e sa vite jam në Londër, unë hala i ruj traditat, e ruj